Edhe në surën vijuese, surja Ikhlas, Kul huwallahu ahad. Më thënë që është surja më e madhe, më thënë një prej sureve më të mëdha, që ka vlerën sa 1/3 e Kuranit. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e ya'jizu ahadukum an yaqra'a thuluth al-Qur'ani fi layla. Do të thënë ai duket dikujt e rënd ose e pamundshme që ta lexojë 1/3 e Kuranit në çdo natë. Edhe kjo i është dukur vështirë sahabeve dhe ka thënë ejuna yutiqu dhalika ya Rasulullah. Do të thënë cili prej nesh ka mundësi ta bëj këtë o i dërguari i Allahut. Ka thënë Allahu al-Wahid as-Samad thuluthul Quran. Do të thënë kjo sure që i përfshin këto fjalë për Allahun, do të thënë se Allahu është i vetmi. Pra është kjo sure është sa 1/3 e Kuranit. Kjo sure lidhet edhe me surën paraprake dhe në kuptim më të afërt me surën Kafirun. Do të thënë te surja Kul ja ayyuhal kafirun ka distancim prej shirkut. Atëherë këtu ka përshkrim të tauhidit që duhet të ndiqet. Pra pasi u bë distancimi prej shirkut, përmendet këtu tauhidi i plot. Prandaj këto dy sure janë shumë që kanë ardhur bashkë në vendet shumëta, edhe shumë herë që i ka lexuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në namaz, për shembull në 2 rekatet e namazit sabahut, edhe 2 rekatet të sunetit sabahut, edhe në sunetin e akshamit, dhe në rastet shumëta kur namazi bëhet i shkurt edhe namazi farz, do të thënë në udhtim shumë herë është transmetuar që i ka lexuar këto 2 sure. Në 2 rekatet pas tawafit, gjithashtu, pra është sunet të lexohen këto 2 sure. Dhe gjithashtu kam thënë se këto 2 sure janë, do të thënë njëra është tauhidi teorik, tjetra sure është tauhidi praktik. Do të thënë tauhid ilmi, që është tauhidi i njohjes. Pra njohja e rububijes, se Allahu është Zoti i vetëm dhe nuk ka Zot përveç tij, dhe se atij i takojnë cilësitë më të larta të përsosura, me të cilat nuk krahasohet askush. Edhe kjo është tauhidi teorik, do të thënë për njohjen e Allahut subhanahu wa taala. Dhe tauhidi praktik është në vepër, që njeriu mos adhurojë askënd përveç Allahut subhanahu wa taala. Dhe ky quhet tauhidul uluhiyya ose tauhidul ibada. Do të thonë këto 2 sura prandaj janë shumë ngushtë të lidhura me njëra tjetrën. Do të thënë njëra është për tauhidin praktik. Pra kul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Do të thënë unë nuk e adhuroj askënd përveç Allahut subhanahu wa taala. Kurse këtu është përshkrim për cilësitë e Allahut. Pra prandaj quhet suratul Ikhlas. Në realitet të dy këto sure quhen surat e Ikhlasit. Do të thënë të dy, surja Kafirun dhe surja Kul huwallahu ahad, janë surata al-Ikhlas. Do të thënë 2 surat e Ikhlasit, 2 surat e tauhidit. Dhe kjo sure në veçanti quhet Ikhlas, do të thënë që është e veçuar për cilësitë e Allahut subhanahu wa ta'ala. Ka thënë Allahu, Kul huwallahu ahad. Do të thënë thuaj, Allahu është një, i vetëm. Nuk ka tjetër përveç tij. Do të thënë ai është i vetmi, nuk ka ortak, nuk ka rival, nuk ka as të ngjashëm në emrat ose cilësitë e tij, dhe gjithashtu nuk ka tjetër që meriton të adhurohet përveç atij subhanahu wa ta'ala. Allahu as-Samad, do të thënë Allahu është i përsosuri absolut. Do të thënë gjitha cilësitë e tij janë të përsosura, nuk kanë asnjë mangësi, asnjë tmetë, edhe asnjë zbrastir, që do të thënë se nuk kanë ngjashmëri me askënd prej krijesave. Dhe kjo përsosmëri do të thënë që Allahu nuk ka nevojë për askënd. Dhe çdo kush ka nevojë për të. Do të thënë ky është kuptimi i emrit As-Samad. Lam yalid wa lam yulad, do të thënë nuk ka lindur ai prej askujt dhe nuk e ka lindur askënd. Do të thënë ky është mohim i plot i që Allahu të ketë paraardhës ose pasardhës. Do të thënë kjo është
njëshmëria e plotë e Allahut, që është një i vetëm absolut. Do të thënë nuk ka dikush që i ka paraprir atij, edhe nuk ka diçka, do të thënë, që vjen pas tij. Pra ai është i vetmi absolut. Lem yelid wa lam yulad. Pra nuk ka lindur prej dikujt dhe ose nuk e ka lindur askënd dhe nuk është i lindur prej askujt. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dhe askush nuk është i barabartë ose i ngjashëm ose i krahasueshëm me të. Domethënë kjo është veçimi i absolut i Allahut me të gjitha cilësitë e përsosmërisë.